e këtij realiteti është se është krijuar një kompani me një numër jo të vogël të rinj, të gjithë 9-30 vjeç, që bëjnë çoban. Dhe që faktikisht vinë nga realitetet të ndryshme, por tek kjo kompani kanë gjetur mundësinë për të bërë para. Dhe kur unë e pyeta djalin se deri ku e shihte horizontin e kompanisë nga hyrpamja e numrit të krerëve, ai tha edhe 100 metra. Por natyrisht duhet financim. Tani, në këtë rast, është rasti tipik kur një realiteti të tillë i jep një injeksion që e çon menjëherë në një nivel tjetër, pasi në atë realitet nuk mungon dia, nuk mungon vullneti, nuk mungojnë forcat, pra kapitali njerëzor, por mungon financa. Një tjetër realitet shumë interesant është një realitet në një tjetër zonë të Shqipërisë, në zonën në qarkun e Firenës, në zonën e Lushnjës, ku ka një industri shumë të vogël, një ndërmarrje të vogël, që merret me prodhime kozmetike. Prodhime kozmetike të certifikuara ndërkombëtarisht, por që ka një volum të vogël. E njëjta përgjigje e pyetjes ku është horizonti. Dhe i njëjti problem, financimi. Dhe kështu ka ndërmarrje, ka bërtham, apo themi, ndërmarrjes të vogla në fushën e teknologjisë, të cilat një pjesë vinë nga programi Startup Albania, kanë hyrë në treg, por kanë nevojë për një financim për të rritur, për të dyfishuar, për të shumëfishuar. Dhe në fund fare, duhet të them që programi ka një tavan prej 2 milion euro, që është një shumë e konsiderueshme, dhe do të ketë të gjithë mbështetjen tonë dhe të gjithë vëmendjen tonë në mënyrë sistematike. Për këtë arsye ne do të ngremë një task force, e cila do të jetë përbërë nga përfaqësues të qeverisë, të UNDP-s, edhe të shoqatës bankave. Kryetari i shoqatës, për shembull, do ishte shumë i mirëpritur të ishte pjesë e kësaj task force, për të analizuar në mënyrë periodike rezultatet dhe për të parë ku programi ka nevojë për ndërhyrje dhe ku ngec, dhe për të parë pastaj se për cilën bank duhet t'i drejtohemi guvernatorit që të përdori shkopin, sepse ka rrotën e di vetë dhe përdor rregullisht në banka. E fundi që kam është që shifrat janë të gjitha shumë pozitive, por shifrat në këtë kohë dhe në këtë fazë të zhvillimit tonë ka një problem shumë të madh. Shifrat sa më pozitive